Kam sakrifikuar shumë nga vetja Alketa, kam punuar më shumë se 18 orë në ditë, nuk takoja djalin tim. Ndodhesha në një ambient pas një punonjës. Arritëm në një periudhë që vërtet ka patur shumë kërkesa, edhe saqë sot jemi zhvendosur në një ambient 600 metër katror. Kemi dyqan në Durrës, dyqan në Tiranë, dyqan në Korç. Bravo. Janë 3 pika strategjike dhe të kërkuara nga klientela. Cila është sfida më e madhe një brendi made in Albania? Është pak e vështirë që klienti ta besoj cilësinë që ti sjell, pavarësisht se cilësia është gati e njëjtë me ato brendet më të mëdha nëpër botë. Mendoj se me kalimin e kohës ka ardhur dhe duke u forcuar si gjë, besimi ka qenë në rritje, kështu që në bazë të shitjeve mendojmë se ja kemi arritur kësaj gjës. E kemi thyer këtë akullin që jo, ne prodhojmë cilësi, po ne prodhojmë cilësi, edhe si në qepje, si në tekstil, në çdo gjë ne kemi arritur të sjellim atë cilësinë e duhur për klientët. Ke realizuar edhe një brand për fëmijët. Ky frymëzim erdhi mbasi lindën fëmijët e tu, apo? Patjetër që frymëzim ka qenë djali im për të realizuar edhe një brand për fëmijë, nga dëshira për të patur gjëra unike. Kjo ishte ajo çfarë më nxiti për ta bërë diçka të tillë. Cili është bumi më i madh në shitje që ke arritur të realizosh? Në fakt, ditën e parë të uleve kemi arritur deri në 2000 pako brenda 24 orëve. Subscribe në kanalin Klas Media në YouTube.